ndalni telefonat, ndëgjoni me vëmendje ezanin, edhe të njëjtën kohë për cilën e hutben me vëmendje vllai dashur, sepse hisja jote në xhumo, veç edhe çfarë për përfundoj, hisja jote në xhumo është sa ka hise hutbja jote në veshët tua në zemrën tonë. Hisja jote në xhumo është sa ka hise ligjerimi hutbes të ti. Prandaj vënoja menën mirë se kështu nuk pranohet, le që pranohet, le që nuk pranohet, le që e harxojmë. Na për çka jemi ardhur, por unë Zotë e pengojmë edhe tjetrën. Saq unë po flas, tash haxhia do të më thonë mua nalu. Edhe ky që më thot nalu, edhe ky është në rrezik me me pa xhumo. Edhe pse ky thot, u po mundena me nal hyjën, po ky s'po nalet fjala po vjen. Edhe ky është në rrezik hyj xhumoja e tij. Ti mundesh të folë 23 çatë masanej. E mundesh të folë tën ditën, e deri në akşam, e deri në sabah, mirë po pa xhumojet. Prandaj keni kujdes. Zoti rujt, do thotë që 1437 vjet falet xhumoja në fytyrë tëke, që 1437 vjet halo hoxhallart, imamllart e kanë obligim ju thon popullit, ma një kohë mos falni për xhumë. E tash ti për me ditë se ku kemi mrina, ti do të me vrejt hini ti, Kosova i ka 800 xhami, kallxëm ati mu një xhami që ekziston në Kosovë dikun, e qaj imam i qasoj xhamije e ka thonë një gjumo pa thonë qëtësi vllazën, se duhet me ngu. A e dini ju, a keni një? Ja. Prandaj keni kujdes, se këtu i na orë për hirtë të Zotit, këtu i na orë për hirtë Allahut. Andaj ta krymi këtë obligim për hirtë Allahut, e inshallah Zotit na pranon. E inshallah Allahu azza wa jalla na pranon, se veprat e mira kur kryen, besimtar prapë lutin o Allah pranona. Allah na pranon.